mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 94% e votimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 11 është 158.691 votues, apo 7.84% nga 2.025.105 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet lokale të vitit 2021, kishin votuar 152.000 votues, apo 8.2% të votuesve, nga 1.885.428 votues. Procesi i votimit deri në këtë fazë po zhvillohet në mënyrë të qetë të rregullt. Deri tani nuk janë raportuar parëvullësi që të mund të cenonin integritetin të mbarvajtjes e përgjithshme të procesit zgjedhor. KQZ mbetet në kontakt të vazhdueshëm me grupat zgjedhore në terren dhe institucionet përgjegjëse për të siguruar që çdo aspekt i procesit të vazhdojë sipas ligjit dhe rregullave zgjedhore. Grupi politik Krista Serbe ka organizuar këtë vit para zyreve të leta, që është hyrje e kodit të mirësjelljes, sepse fushata zgjedhore ka përfunduar në orën 7 me hapjen e vendvotimit. Sot është mbajtur kuptim edhe ato në raport me numrin e popullsisë masiv. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, në mënyrë të organizuar kanë kërkuar edhe kanë shkuar në vendvotimin në qendrat e votimit, edhe kemi fotografi ku qëllimisht janë bllokuar korridorët dhe qendrat e votimit për të shkaktuar probleme, incidente. Edhe përpjekje të sjelljes së njerëzve për votim me karta identiteti jo terroristikës së Kosovës. Këto nuk pishohen në raport. Kjo është gjuha që e përdor Radio Televizioni Serbisë si mediumi më i madh bashkë me Tanjukun në raport në zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Ajo urrejtja e tyre e brendshme ndaj Kosovës dhe shqiptarëve unë nuk po e marr parasysh, po e marr parasysh gjuhën zyrtare. Ne kemi kodin e sjelljes së mediave, unë e kam përdorur nëse ka nevojë me hap. Mirë po, këto janë shkelje direkte të kodit të sjelljes, të mirësjelljes, edhe të subjekteve politike, edhe të mediave. Arsyeja pse ne kemi kundërshtu akreditimin e disa mediave në gjuhën serbe ka qenë pikërisht ky një, pse nuk ka sjell kurfar dokumenti, licencë, ka sjell një kartë identitetit fotografuar të dion, as kërkesë, vërtet kërkoj që të deakreditohen RTS-ja në këtë rast, edhe Tanjugo për shkak gjuhës së urrejtjes dhe dezinformatave që i përhapin në lidhje me zgjedhjet e sotme në Republikën e Kosovës.